Nxënësja Diora Çota, e cila sapo ka përfunduar klasën e 8, hapi në Sarandë ekspozitën e saj të parë personale, me piktura të realizuara në akrilik, të frymëzuara nga natyra. Talenti i ri prezantoi një koleksion veprash që tërhoqi vëmendjen e ardashësve. Ekspozita në Galerinë e Arteve shënon një hap të rëndësishëm në rrugëtimin artistik të saj. Ka qenë një befasi e bukur e kësaj jave, që në segmentin e shëtitores pranë Galerisë Art Saranda u prezantua piktura freskët e një nxënëseje që sapo la prapa klasën e 8. Ajo është Diora Çota, që erdhi në Sarandë me ekspozitën e saj të parë personale. Në fakt, publiku pa në Kavaleta një koleksion veprash që prezantojnë imagjinatën dhe dashurinë e saj të veçantë për natyra. Në këtë ekspozit, natyra është frymëzimi kryesor. Peizazhet, lulet dhe elementet natyror marrin jetë përmes ngjyrave të gjalla dhe kompozimeve të punuara me kujdes. Harmonizimi i ngjyrave është një nga pikat më të forta të nxënëses artiste, duke i dhënë çdo pikture një atmosferë plot dritë, qetësi dhe emocion. Kjo është ekspozita ime e parë personale që ne kam hapur në Galerinë e Arteve në Sarandë. Unë gjithashtu kam hapur edhe 5 ekspozita të tjera në Tiranë. Tematika ime kryesore ka qenë natyra, peizazhi ose vende të ndryshme të Shqipërisë. Gjithashtu, unë kam punuar kryesisht në telajo. Që kur kam qenë e vogël, që në moshën 3 vjeçare, unë kam filluar të pikturoj dhe kjo ka qenë ëndra ime që e vogël. Dhe shpresoj që unë këtë hobi ta vazhdoj edhe më shumë, kur të rritem duke vazhduar arkitekturën. Diora na vjen nga Tirana, përfaqëson shkollën Vasil Shando. Me dëshirën e vet, kuptore, është vajzë që do studioj së vjetë në klasën e 9. Diora ka një cikël 15 vjetë përkajtë. Po njëra me ndryshme se tjetër. Asjel paketët më modeste, për qytetin tonë, që kemi detin, qiellin, rretër, bulvardat, hijen, syrën e kartër, plot tjera. Të gjitha veprat janë realizuar me ngjyra akrilike mbi telajo, duke dëshmuar për kushtimin dhe pasionin e Diorës për pikturën. Diora Çota është nxënëse e shkollës Vasil Shando në Tiranë dhe këtë vit do të ndjek klasën e 9. Pavarësisht moshës së re, ajo po ndërton me seriozitet rrugëtimin e saj artistik, e udhëhequr nga dashuria për artin, bukurinë dhe krijimin. Ekspozita në Galerinë e Artit në Sarandë shënon një moment të rëndësishëm në rrugën e saj krijuese dhe një premtim të bukur për të ardhmen e një talenteja që ka zgjedhur të flasë me gjuhën e ngjyrave.